Vodafone Albania dhe Federata Shqiptare e Futbollit, antare e UEFA-s, bën bashkë ekspert të teknologjisë, ekipe inovacioni dhe drejtues të lartë në bootcampin digital të parin në Shqipëri me qëllim projektimin e së ardhmes së tifozëve të futbollit në vendin tonë. Kjo iniciativë shënon herën e parë që ekipi digital i kompanisë punon drejt për drejt me FSHF-n për të bashkëkrijuar zgjidhje praktike teknologjike që do të forcojnë mënyrën se si federata lidhet me tifozët, do të përmirësojnë shërbimet e futbollit në Shqipëri. Kur dy kampion bashkohen, rezultatet më të mira janë ato që arrihen. Mendoj se pikërisht këtë kemi parë sot. Ne jemi sponsor krenari i ekipit kombëtar të futbollit dhe i Federatës Shqiptare të Futbollit, jo vetëm në aspektin financiar, por edhe përmes ekspertizës dhe teknologjisë digjitale që Vodafone ofron. Sot pam një gamë të jashtëzakonshme idesh që shërbejnë për të përmirësuar përvojën e tifozëve dhe për t'u dhënë atyre mundësinë ta përjetojnë këtë sport fantastik edhe më mirë në të ardhmen përmes mundësive që jep teknologjia. Vërtet idetë ishin fantastike, mënyra e zgjedhur se si ti marrim këto ide nga ekspert, specialist apo nga punonjës të kompanisë Vodafone ishte vërtet shumë e bukur dhe besoj se pati një produkt i cili do na shërbejë dhe ne mbi këto propozime, mbi këto ide padyshim që do të elaborohen më tej dhe do të ndërtojmë atë, le të themi, projektin e plotë të digitalizimit të komunikimit të federatës, të njerëzve të futbollit kryesisht me tifozët, sepse kjo është si ne ti njoftojmë sa më mirë, si ne ti japim informacion sa më mirë tifozëve dhe se si ta afrojmë më shumë ata në futboll. Në këtë bootcamp u prezantuan 4 zgjidhje të reja teknologjike, nga të cilat fitues u zgjodh ai për ridimensionimin e websajtit dhe aplikacionit të FSHF-s. Kemi për qëllim që të vendosim fansat e federatës akoma më në qendër të gjithë digital ekosistemit të tyre. Zgjidhja momentale është e mirë, ne kemi për qëllim ta modernizojmë ato akoma më shumë. Vodafone Albania vazhdon të investojë në inovacion, ekselencë të rrjetit dhe zgjidhje digjitale që fuqizojnë institucionet, bizneset dhe qytetarët, duke forcuar rolin e tij si katalizator i progresit digital në Shqipëri.